Unë jam merja kaset, ja bleja, ja merja, dhe shikoja ndeshjen, shikoja performancën time në fush. Studioja, gabimet që kisha bërë. Studioja kundërshtarin. Do të thënë se çka kundërshtari kisha përballë. Se ndeshja këtu që të fitohet, nuk fitohet vetëm fush. Do të thënë fitohet fush, nuk diskutohet, po përpara fitohet në kokën tënde. Ti duhet ta luash ndeshjen dhe kundërshtarin në kokën tënde si kaçat cilësi ka ai, si është i shpejtë, është i fortë, është me djathtë, është me të majtën, ka kurtëshmëri të lartë, Do të jesh luftëtar, ti je fitues apo fitues të bën luftëtar? Dyja funksionojnë. Ti je fitues. S'mund të fitosh gjithmonë. Tash shiko, se unë e shqy vetëm, nuk e shqy vetëm se kam pasur një talent. Unë nuk e shqy vetëm se kam pasur një talent të madh te kjo punë, kupton? Por kam qenë lojtar fizik, lojtar fort, kupton? Kështu që nuk kam qenë mbrojtëse e Avashit, se dhe kam pasur. Ka pasur Avashit degenerohesh. Po, ka pasur rëndësi dhe puna ishte që ti të studioje kundërshtarin. Ta shikoj kundërshtarin si është, dhe do të thënë pse e dallohet, domethënë me eksperjenca pastaj të tregon me kalimin e kohës dhe e di se ku nga motiki markas, motiki djathtas, dhe sigurisht edhe ana fizike, që duhet ishte optimale që ta mundje kundërshtarin.